Dashur me qemi në pjesën e partë të emisionit, pat në paralajmërimin tim të ftuarit, temat, e çdo gjë tjetër që kemi përgatitur për këtë 2 orë të begatshëm, siç e quaj unë 2 orëshin e të dieleve tona bashk. Natyrisht jam shumë e nderuar që çdo herë jeni besnik, jeni pranë familja jonë dhe jeni aty çdo herë për të pyetur, për të na kritikuar, për të na dhënë mendime e shumë detaje tjera që na krijojnë një lidhje dhe më të fortë me juve, e që na arrisin përgjegjësinë me qenë sa më pranë juve përmes ekspertëve të fushave të ndryshme. Na thjesht jemi një tel i cili transmeton çdo informacion nga burime të sigurta në mënyrë që ju, dashur miq, të keni cilësi sa më të lartë të shëndetit tuaj të përgjithshëm dhe të shëndetit tuaj mendor. Një temë shumë të ndihshme do ta trajtojmë në këtë pjesë të parë. Unë e thash edhe në fillim të emisionit që së bashku me psikologun Yll Avdiaj do të flasim për origjinën e plagës së braktisjes. Na rritemi duke e pas nën vetdijen tonë frikën se do ta humbin dikë më të dashur, se do ta humbin persona të cilët mund t'i lëndojmë pa dashje me një veprim apo me një fjalë tonën. Rritemi, e plakemi ndoshta me frikën të flasim që mos të shkaktojmë largimin e dikujt. Po kjo është një burim shumë i lashtë, po e them, sepse vjen nga fëmijëria e hershme. Unë kam dëgjuar edhe madje gjeneratat e mia dhe janë rritur me këtë thënie, ku prind shpesh nga mos koha e tyne e mjaftueshme për të marrë me fëmijët, shpesh i kanë kërcënu duke u thënë nëse nuk e përfundon këtë detyrë, unë kam e humb. Nëse nuk e han këtë ushqim, unë kam e ik. Na kanë instalu pa vetdije, pa e ditur që në shëndetin tonë mendor do t'jetë një USB që do t'na mbaj të programuar dhe do t'na rikujtoj sa herë që folet si temë braktisja, frikën se mos nana ose baba ose motra madhe ose vllai madh mund të ikin, mund t'na lënë nëse ne nuk e bëjmë një veprim sipas dëshirës së tyne. Është braktisja ajo që gjithmonë na ka mbetur si peng në kokën tonë. Por duhet me theksu që shpesh një frikë e madhe është edhe braktisja nga vetja. Shpesh është diçka që ndoshta nuk e dim sakt, por na qoftë nana, baba, fëmijët, bashorti, bashortja janë arsyeja që na e braktisim kushtimisht veten për të përkushtuar ndaj të tjerëve, por janë tema shumë të thella që vetëm një psikolog i mirë që trajton çdo ditë pacient me problematikat e tilla do të mund të marrni mendim. Kjo çka thash unë është e lexuar në libra, e bazuar në ato çka shkenca thot, por natyrisht për bazë gjithmonë duhet i marrim ekspertët e shëndetit mendor siç janë psikologët. Natyrisht që Yll Avdiaj është miku i familja jonë dhe gjithmonë i thot po kërkesave dhe pyetjeve tuaja përmes emisionit tonë. Yll, faleminderit shumë që je çdo herë i gatshëm me kontribu. Faleminderit shumë për ftesën, është kënaqësia jam të jem gjithherë kontribues në emisionin Familja Jonë. Në cilësinë e qytetarit, në cilësinë e klientit, pacientit, sido që ta quajmë, u mundova ta shpreh se si e ndjejmë ne, të cilët nuk jemi të profesionit të psikologëve dhe që nuk e njohim nga buron dhe pse na përcjell gjithë jetën. Dhe këto e ndjejmë na si qytetar, por mos me kanë aty me neve, mos me shpërty në momentet më të paprituna, duhet me u trajtu, edhe është shumë, unë e thash e lashtë, sepse ndoshta me metaforë, me kallëzu që nuk është që na ka lind dje kur jemi njoftu me një simpati ose me një djalë ose me një vajzë që po na pëlqen edhe po tutemi që pe humbim. Kjo është më e vjetër, braktista dhe plaga e origjinës së braktisjes. Në fakt kjo tema e braktisjes ose plaga e braktisjes është një çështje që mendoj që është prej më të rëndësishmeve. Që secili prej nesh ndoshta poshtë lart përballë me jetën e përditshme. Mirëpo, sa e dim ose sa kemi njohuri që na jemi tu përballë me atë çështje është shumë e pakët. Ose ndoshta dikush e përjeton më pak, dikush më shumë. E përmendë për shembull plaga e braktisjes, sidomos e vetes, pra. Aktualisht gjithmonë është ajo çka kemi përballë me veten, pra. Fillimisht çysh e braktisim na veten tonë. Vetja jon braktiset për shembull kur fillimisht me vetkujdesin, për shembull kur nuk kemi vetkujdes për veten, pra nuk kujdesemi për veten tonë. E neglizhojmë veten tonë, për shembull sikur për çështjet esenciale ditore, si për shembull ushqyeshmëria ose rregullimi ose
veshja, pastrimi, gjitha ato, do thotë, kjo është pika e parë, do thotë, ku na mundemi me vrejt vetën se e kemi braktis vetën. A e bëjmë pa vedije këtë? Sigurisht që pa vedije, sepse e përmenet që e ka një gjenezë gjithmonë, mirë, po qatë gjenezë na e jo çdo herë e dim se është ndërlidhën me diçka, ndoshta edhe më herët arsyeja pse na po veprojmë kështu ose po sillemi kështu në këtë mënyrë. Tjetra është për shembull mungesa e kufive. Pra kur ne nuk kemi kufim, kur gjithmonë i themi njerëzve ose gjërave që na kërkohen gjithmonë i themi po, edhe në momentet ku na nuk dëshirojmë me vepru një gjatë të tillë ose me realizu një gjatë të tillë, ose kur gjërat janë kundër vullnetit tonë, ne prapë themi po. Pse? Sepse frika është që mos po i humbim këta njerëz, qoftë shoqnin, qoftë partnerin, qoftë prindrit, ose e tjerë, do të rrethin ma gjerë. Në këtë aspekt, për shembull, ka shumë situata ku ne, për shembull, e neglizhojmë veten ose në një farë mënyre, si më thonë, e braktisim veten, është edhe në çështjet, për shembull, ose në punë që na zakonisht i bëjmë, kur momentet kur na e nënvlerësojmë veten tonë. Ose ndryshe shpesh në terminologji njihet edhe si imposter syndrom. Për shembull, kur na e kemi bën një punë caktuar, njerëzit e vlerësojnë, por na prapë kemi atë dyshimin vetvete se nuk kemi bën mjaftueshëm. Ose si më thonë, kjo që unë kam bërë nuk e meritoj, do thotë këtë punë ose këtë angazhim ose këtë rezultat unë nuk e meritoj. Pra që kjo është një farë lloj braktisje vetvetes, mos vlerësimit vetvetes. Pra gjithmonë ka të bëjë me mos vlerësimin e vetvetes. Se kur rrjedh kjo, gjithmonë duhet të shohim për shembull në të kthehemi mbrapa dhe të shohim për shembull tek persona të ndryshëm të cilat e përjetojnë këtë braktisje të vetvetes, me pas se si ka rrjedh dinamika e jetës të këtij personi. Zakonisht për shembull munden me gjetë situata kur personat kanë pas lidhje dhe ndoshta janë braktisur, do thotë, dhe ajo, si më thënë, ka shkaktuar një lloj traume të personit, për shembull për të qenë i braktisur ose frikat që t'jetë i braktisur. Pastaj ka situata për shembull ndoshta kur kemi qenë në shkollën fillore ose në mesme, në raport me shoqnin, kur zakonisht ndodh që me braktis një shok ose një shoqe ose mos me e pranu në grup ose diçka të tillë, atëherë normalisht edhe kjo ka me qenë një lloj traume e braktisjes. Dhe ajo më esencialja është në raport me prindrit. Pra ku aty ku fillon gjithçka. Çka bën prind pa vedije? Jam e sigurt se s'ka prind që bën diçka me lëndu fëmin, po çka janë ato veprimet e prindërve që pa vedije mund me ndiku te kjo plagë origjinës së braktisjes që kur tritet ai me përdorsi traumë të patrajtuara. Shiko, gjithmonë kur flasim me raportin prindëror, për shembull nuk është qëllimi asnjëherë për me i gjyku. Absolutisht. Ideja është do thotë gjithmonë të tregojmë si proces se çka ndodh, qoftë edhe pa vedije, sepse është e kuptueshme për shembull nëse një prindër shumë autoritar ose shumë, si më thoni, i rrept në edukim ose i ashpër, atëherë kjo ka një arsye që po e prodhon një rezultat të tillë. Mirë, po ndodhin në situata kur nuk është diçka e tillë. Pra janë situata ku na ndoshta as në jetën e përditshme as nuk i vrejmë. Mirë, po fëmia i përjeton ato si të tilla. Pra e përjeton çat largimin ose neglizhencën ose si më thon braktisjen prej prindit. Janë situata të ndryshme për shembull kur prindërit janë shumë ndëshkues, për shembull nëse janë shumë ndëshkues ose qortues ose kritikues ose imponues, për ndryshe edhe si më thon kushtëzues në një farë forme që ndoshta edhe në hyrje e përmendë, pra nëse ti nuk i bën detyrat, unë nuk jam prindi yt, ose unë nuk kam me dash, ose unë nuk kam me bë këto. Dhe normalisht që fëmia gjithmonë ka me tentu me bë më të mirën që më i pëlqy prindit ose me marr aprovimin ose miratimin e prindit ose më thjesht me thon pranimin e tij. Pra ajo është në gjendje me bë gjithçka, pra me mohu edhe veten në mënyrë që prindi me e pranu. Situata tjetër është për shembull, sidomos te ato bllokimet emocionale që shpeshherë mundet me ndodhesh, për shembull kur zakonisht fëmijët ndëshkohen, edhe ndoshta në kulturën tonë është kjo shumë është e njohur kur thotë trehi edhe nuk lë me kajt. Pra po është veprim shumë real kur e rren, e ndëshkon fëmijën edhe nuk e lën as me kajt. Pra ajo është një farë lloj bllokimi emocional që mundet me ndodhë te fëmia dhe këtu ai mundet me një braktisjen. Është interesant shpeshherë me u zhvendosë me pa prej perspektivës së fëmijës. Shpeshherë ndoshta secili prej nesh nëse kishim me u kthy në fëmijërinë tonë dhe me analizu pak se si
kanë rrjedh dinamikat në raportet me prindërit tanë kur na kanë dëshku, ose nështë vetëm kur na kanë qërtu, pra një fjalë na kanë bërtit ose diçka, mënyrën se si jemi ndi. Pra, qoftë edhe pe rastet, qoftë edhe pe eksperiencat tona, për shembull mundem me vrojtu, për shembull kur fëmia shpeshherë kur braktiset ose qërtohet ose ndëshkohet, ai fillon me një veten sikur nuk i përket asaj familje, ose fillon me mendu sikur ai është i ardhën aty ose nuk është i tyre. Ose për shembull në qoftë se prindërit fillojnë me bë dallime në mes fëmijëve, që shpeshherë prindërit e thonë na nuk bëjmë dallime, mirë po realisht ekziston dallim që ndoshta ata nuk e vrejnë, por dallimet ekzistojnë. Pra, në momentin kur një prej fëmijëve për shembull mëson më mirë, edhe gjithmonë ti e merr shembull, shikoje vllau ose motra qysh po mëson, ti nuk po mëson, ti nuk po bën, qyra ai sa mirë po i bën këto, ti nuk po i bën, do thotë në fakt se motivon kështu. Nuk e motivon. Ky vetëm ja jep atë ndjenjen, do thotë që ti je i braktisën dhe ti je i pavlerë dhe ti nuk mundesh me realizu ose me arrit këtë që ndoshta e ka arrit vllau ose motra. Tjetër është për shembull një pjesë për shembull ku shpeshherë fëmijët munden me ndi veten të braktisur është nëse që në fëmijëri të hershme, ndoshta rreth moshës për shembull 2-3 vjeç, nëse ata kanë flajt bashkë me prindrit dhe në momentin që i ndajnë në shtratin e tyre, atëherë edhe që ky proces është një lloj përjetimi për fëmijën i cili është zhvendos në një shtrat tjetër si një lloj braktisje dhe ai mundet me përjetu dhe me ndi në veten e tij këtë braktisjen. Tjetër ndodh për shembull edhe në rastet kur lind një vëlla ose një motër më i vogël dhe tash krejt fokusi për kushtimi është do thotë tek bebaja që ka ardhur në familje dhe fëmia që është më i madh gjithmonë ka me një veten më inferior, më të tërhequn, sikur vëmendja nuk është më me ata, sikur ai është i padëshiruar, sikur ai është i larguar, e aq më shumë për shembull nëse ndodh edhe me pas kritik ose me qortu ose me ndëshku ose diçka. Kjo do thotë vetëm e bën edhe më të madhe plagën për këtë fëmijë, në të kundërtën nëse për shembull kritikat e neglizhenca e këto nuk po mendoj ndëshkimi këto nuk janë prezente, po sjellja, vetëm ardhja ose vetëm largimi ose ndrrimi i vendeve do thotë për fëmijën është mjaftueshëm që ai me ndi veten sikur është i braktisur. A mund të konsiderohet në këtë renditje edhe pjesa e shkëputjes së prindërve kur shkon në kopsht ose kur lihet me kujdestaren gjatë kohës sa prindrit shkojnë në punë, ajo ndarja fizike, a mund të konsiderohet edhe kjo pjesë e asaj traumës? Sigurisht që po. Do thotë edhe në kopsht, po edhe në shkollë, për shembull fëmijët kur fillojnë klasën e parë, për shembull nëse vetëm shkojmë në shkollë kur fillon shtatori dhe e shohim kemi me vrejtë se disa nxënësa do thotë nuk dojnë me qëndru në klasë pa prezencën e prindit. Tash kjo është si rezultat ndoshta shpeshherë edhe atashimit të tepër do thotë mes fëmijës dhe prindit, qoftë nanës qoftë babës, mirë po shpeshherë që ky atashimi i shumt ose që kjo lidhja shumë e ngushtë emocionale me prindin shpeshherë mundet me kriju një lloj frike për shembull te fëmia që të braktisjen ose lanjen vetëm të fëmijës. Po, ndërkohë që po mbes vetëm edhe pak tek fëmia, këta fëmijë të cilët normalisht ju i identifikoni me një bisedë sepse ju jeni profesionista asaj fushë, po na si prind në një kohë të pubertetit, të adoleshencës, ja nisin me i shfaq edhe shenja të tilla, qoftë të braktisjes së vetës, qoftë edhe të braktisjes së realitetit familjar, vëllezërve, motrave, prindërve. Si duhet me vepru në këtë rast prindrit kur një fëmijë veç ja nis me shfaq shenja të një plagë të vjetër të braktisjes? Gjithmonë ajo që ne mundohem për shembull fëmijëve me ju ofru është gjithmonë për shembull aspektin material, kushtet më të mira, që ata me jetu mirë, me pas një jetë mirë, lodra, veshje, ushqime, shëtitje tjera. Mirë po çka në vërtet një fëmijë don është siguri. Me jap siguri. Pra nëse na nuk arrijmë i dhon siguri fëmijës tonë, ai normalisht që gjithmonë ka mu përballë me këtë ndjenjen e braktisjes, frikën e braktisjes, sepse ai ka nevojë me u ngjit dikon ose me kanë një mbështetjen për dikujt për me ndi siguri. Me besu në çata. Me ndi siguri, me besu në atë person edhe me dashur atë person. Pra janë çto tri komponente që janë ndërlidhura me njëra tjetrën. Pra siguria, besimi dhe dashuria. Në këtë rast për shembull, nëse ne nuk po arrijmë me i dhënë siguri fëmijës tonë, atëherë normalisht që ai ka më përjetu këto gjëra me kalimin e kohës. Pra gjithmonë për shembull, nëse fillon prej prindërve tani duke u rrit
edhe me përballje tjera jashta familjes, me shoqërinë, me partner, me punën, me gjitha angazhimet, do thotë gjithmonë ka me qenë që kjo ndjenë si peng, do thotë që vazhdimisht ka me kanë e predispozume që me u aktivizu në situata ose në rrethana caktume kur personi po përballet me këtë ndjenjë. Po e rrisim në mosh pa karakterin cilën po flasim na, ky fëmija të cilën e shpjegove shumë mirë, qysh ose çfarë shenja shfaq një i rritur kur dëshiron me kriju një lidhje romantike ose miqësi të re, ose me u punësu dikon me kolegë të ri, çfarë shenja shfaq që ka trauma dhe nga ajo ndjenja e braktisës nga të tjerët? Në fakt, kur unë flas për fëmijët, unë flas njëkohësisht edhe për të rriturën, sepse nëse flasim për një person i cili ka një traumë të braktisës si rritur, atëherë i bie që ai fëmija brenda ti. Fëmija brenda ti, do thotë, sepse është një autor tash i famshëm që besoj që edhe audienca mundet me ditë ose me njohë për shkak të videot shumëta në rrjetet sociale, po dhe libra që janë për këtë gjuhën shqipe, është Gabor Mate, i cili flet do thotë për aspektin e traumave. Dhe ai thotë secili i rritur i cili ka përjetuar një traumë është në moshën në të cilën e ka përjetuar, pavarësisht viteve që i ka. Do thotë është në moshën në të cilën e ka përjetuar traumën. Dhe tash, nëse ky i rritur në çat traumën e braktisjes e ka përjetuar si 3 vjeçar, 5 vjeçar, 6 vjeçar, 10 vjeçar, 12 vjeçar, do thotë që ajo ka me qenë në rand ditës në jetën ose në stilin e jetës që ai ka me zhvillu çdo herë. Pra, tash tek të rritur për shembull zakonisht unë i përmend ato elementet fillestare, për shembull, bazë se çka mundem me vrejt, për shembull, mos kujdesi për veten, ose mos pasja kufi, pra vështirësia me vendos kufi, tendenca për të u ngarku shumë me punë dhe me angazhime dhe duke mos i thonë asnjëherë jo qoftë punëve, qoftë edhe njerëzve, pra ideja do thotë që mos t'u braktis ose mos me u lënë anash, do thotë një farë lloj nënshtrimi, nëse mundem me thonë. Sot për shembull quhet edhe me terma tjerë si people pleaser, për shembull, është bërë si term kështu goxha i famshëm, pra sidomos gjeneratat e reja e njohin ose shpesh identifikojnë edhe veten si të tillë. Mirë, po kjo është rezultati i asaj, do thotë, i frikës nga braktisja, pra. Kjo people pleaser është një gjendje, do thotë, ku na reagojmë me vendos paqe, me vendos qetësi, pra vetëm që mos me u braktis, mos me u qortu, mos me u kritiku, mos me u ndëshku. Dhe qëto frika do thotë bërojnë prej herët, pra kur i kemi bërë, kur kemi qenë fëmijë ndaj prindërit, pra kam tentuar me u bë fëmija më i mirë për prindin tem, vetëm mos me u kritiku, mos me u qortu, mos me u braktis, dhe thjesht me arrit një fije dashuri do thështa prej prindërit. Yll, ka shumë raste ku këto e din me siguri edhe ju nga eksperienca juaj, ka vajza dhe djemë të cilët nuk krijojnë lidhje romantike prej faktit që i friksohen ndarjes. Do të thonë, as nuk hynë në një lidhje duke e paraprirë që do të ndodhë një ndarje. A është edhe kjo burimi kësaj që po flasim? Sigurisht, kjo mund të bërej për shembull prej eksperiencave të mëhershme. Për shembull, nëse një person për shembull ka përjetuar disa lidhje dhe ndarje një pasnjëshme, atëherë normalisht që kjo është një traumë në vete. Pse? Sepse gjithmonë ka me qenë frika se okej, tash unë nëse hyn lidhje prap dikush ka me mbraktis, atëherë shumë më mirë është të rri vetë dhe të mos lidhe me askand. Ose kjo ndodh për shembull edhe te persona për shembull të cilët nuk përfshihen në shoqëri, pra nuk socializohen shumë. Pse? Sepse thotë nëse unë hy brenda në rrethin shoqëror, atëherë unë kam u ekspozu në farë mënyrës që jam shumë i brisht, shumë fragjil, edhe thotë ata pastaj kanë me mbraktis kur më njohin mua në vërtetë se si jam unë. Edhe thotë shumë më mirë thotë rri jashtë edhe nuk përfshihem. Mirë po, a ekziston nevoja gjithmonë për t'u përfshi ose tek personi për të hyrë në lidhje ose diçka? Gjithmonë është prezente, sepse ne nuk mundem me qëndru vetëm, sepse na jemi qenie sociale dhe kemi nevojë për lidhje, për dashuri, për mbështetje, për pranimin edhe të tjerëve. Jo vetëm të familjes, por edhe të partnerit edhe të shoqërisë. Kështu që do thotë këto mekanizma ose që i vrejmë në jetën e përditshme se si operojnë këta persona gjithmonë është për shkak të pasigurive që janë krijuar më herët, qoftë ndoshta prej dështimeve që kanë qenë më herët, qoftë ndoshta edhe prej
mos pranimit nështë ma heret në periudat e shkollës fillore të mesme, po qoftë edhe në fëmiri ose në raport me prindërit. Po, lullëm la për shtypje pjesa kërë përmende që një i rritur i cili shfaq shenja të një traume të vjetër, është në fakt një person në moshën kërë e ka përjetu qa traumë. Edhe kjo po mbjen automatikisht me të pyet për rastet kur shpesh e ndëgjojmë, është një prej thanjeve më të përdorura na, sidomos shoqni, vajzë e mamit, djali i mamit, vajzë e babit, në aspektin që pa miratimin e mamit dhe pa miratimin e babit nuk guxojnë as me pi një gotë ujë, domethënë po banalizohet, por ekzistojnë persona të cilët nuk funksionojnë pa miratim. A është edhe kjo që kanë qenë të sforcun dhe të kryun në një farë varësie prej vendimit të rriturve dhe asë njëherë autonom? Shiko, kjo është edhe lidhet shumë me këtë faktin që ka na po flasim, por e ka dhe një dimenzion tjetër. Për shembull, shpesher varësia, ose ta bësh një fëmijë të varur, shpesher rezulton edhe prej kujdesit të tepruar me atij fëmijës. Pra, ma heret nëse folëm për neglizhencën totale, pra kur ti nuk e përfill fëmin, nuk kujdesesh për ndjenjat, për emocionet e fëmijës, për mendimet e fëmijës, për nevoja, dëshirat që i ka, kjo është e kundërta. Kur je si prind, do shta, si më thonë, shumë prind, ose overparent, ose overmother, nëse më thonë, kështu anglisht në Shqip nuk po di qëfar termi. Imbidozume. Po, qashtu, do thotë, e teprur, do thotë një kujdesi tepruar. Dhe normalisht që fëmija atëherë ka me një vetën si një lloj princi ose një lloj princeshe, do thotë ku gjithaj vinë të gatshme. Pra, ka kush punon për ta, ose ka kush i kryen ato punë për ta, dhe një farë mënyre kjo e bën pasiv në jetë, sepse ky fëmijë nuk zhvillohet, ky ngec, vitet ecin, po ky fëmijë ngec, fëmijë do thotë i cili pret një shërbëtor ose një shërbëtore që vazhdimisht me ja kry gjitha punët ose gjitha angazhimit. Dhe ky fëmijë do thotë e ka vështirë me jetu pa dikën, sepse vetë e ka shumë vështirë me ju gjinë kërkesave të jetës, ose me u angazhu, ose me i realizu ato, qoftë edhe nevojat e veta, do thotë, me u kujdes për vetën e tij, do thotë sepse nuk është mësu. Dhe në momentin që përbalem me ato, ka me qenë sigur me i ra gjithë qielli mbi kokë. Kështu që kjo është ai momentumi, do thotë, ku këta fëmijë krijojnë një lloj varësie, dhe nëse kjo varësi, do thotë, vazhdon, atëherë pavarësisht që këta persona i bojnë 20 vjet, 30 vjet, ndoshta edhe 40 është prapë njëjtë, do thotë, ajo varësia vetëm ka me u zhvendos, ndoshta prej nënës tek partneri, ose prej babës tek partneri. Vetëm zhvendoset, do thotë, po reagimi ose pritshmëritë janë po të njëjtat. A hyn në këtë kontekst të kësaj frike të braktisjes edhe momentet, për shembull, kur friksohemi me mendu vdekjen e prindërve, friksohemi me mendu tema të cilat janë pjesë e jetës edhe na ndodhen, nuk mundemi me ik, nuk e gjbojmë dot. A janë edhe këto pjesë e kësaj traume? Shumë mirë që e përmenë këtë pjesën e vdekjes, sepse ndoshta për pak ka pas me ik prej mendjes, po është e vërtet, do thotë, nëse një person për shembull ka përjetu ose ka pas, si më thonë, ka vdek një prind, ose dy prindrit, ose ndoshta është braktis, ose është, si më thonë, është adaptu, ose gjona tilla, do thotë, këto tek ky fëmijë, do thotë, kanë me kriju qatë ndjenjen e qenurit i braktisur. Pra qoftë edhe vdekja e prindit, sepse është fëmija e përjeton sikur e ka lanë dhe ka shkuaj dikun. Pra fëmija i vogël, nëse flasim deri në moshën 5 vjeçe, ai nuk e kupton si rritur se çfarë do thotë vdekja. Ai e kupton njëjtë sikur me shku në Australi, sikur me shku në një vend tjetër, njëjtë është edhe vdekja. Se ashtu thojmë ka shku te Zoti, do të thonë nuk është ndonjë shpjegim më i thellë tek fëmijë. Nuk arrin me e kap se çka do të thonë ka shku te Zoti, a kthehet prapë, e pret, dhe ai s'po vjen, ajo s'po vjen. Thotë edhe kjo fillon në raportin me prindin me kriju një farë ndjenje të braktisje, sikur prindi, baba ose nana mu më ka braktis. Njëjtë do thotë është edhe personat për shembull të cilët janë braktis me të vërtetë, do thotë kur në momentin e lindjes i kanë lënë jetimore ose dikun tjetër, do thotë po të njëjtën ndjenjë kanë me pas në vazhdimsi, sepse thotë nëse prindi jam baza më ka braktis mu, atëherë çdo kusht tjetër është i mundshëm me mbraktis.
Dhe kjo është ajo frika e vazhdueshme që i përcjell, se pastaj këta persona ose i ndanë në tërheqje totale dhe mos involvim ose përfshirje me njerëzit dhe në lidhje, ose përfshirje e tepruar deri në atë mas, do thotë ku ti nuk ke kufi ose i ul standardet e tua, vlerat e tua vetëm e vetëm për të qenë i pranuar ose për të marrë pak mbështetje ose pranim. Po, derisa po flasim për origjinën e një plagë së braktisjes, me siguri ka persona që po na shikojnë edhe thonë po mirë pyete se si me shëru veten, sepse ndoshta po kalojnë për një proces të tillë, ndoshta nuk kanë ditë me identifiku dhe okay, kjo është reflektimi që po e bajnë nga ajo çka po shpjegon ti, a shërohet, a ka mundësi kjo me u liru, me dal prej krahërorit edhe me jetu lirshëm prej kësaj ndjenje? Shiko, kjo pyetje ka përgjigje shumë dimensionale. Për shembull, varësisht se në cilën pjesë po dëshiroj me u kap. Për shembull, nëse po flasim për një person që po flet një individ për përvojën e tij, pra jashta familjes, jashta të tjerëve, atëherë normalisht që gjithmonë thirrja jam është që me u trajtu në aspektin terapeutik. Pra, me njoft veten dhe gradualisht me punu me gjendjet emocionale dhe se si me arrit me i ekuilibru ose me i menaxhu ato. Pra, ideja e kësaj frike ose këtyne shpërthimeve që mundet me na ndodh her pas here, qoftë edhe prej ngjarjeve që na i ndëgjojmë prej të tjerëve ose në televizion ose diçka, këto janë të natyrshme. Pra, fakti që na kemi humbur dikën ose kemi një frikë të tillë, do thotë që nuk kam na bë ma pak emocional nëse ne e trajtojmë, jo, kjo vetëm kam na ndihmu që na qatë anë, qatë pjesë që po e mohojmë dhe neve po na shpërthen, me pranu edhe me pasit natyrshme, me inkuadru në jetën tonë, me pasi është diçka normale nëse na çojmë, nëse na mërzitemi, pse? Sepse ka të bëjmë me një person që na e kemi dashur, ose me një person për të cilit na asnjëherë s'kem mujt me arrit me marrë dashurinë që kem pas nevojë. Dhe kjo është mëse normale me përjetu. Mirë po nëse ne i mohojmë që to gjendja emocionale, i shtypim, i ndrydhim, atëherë ato kanë me eksplodu ose kanë me shpërthy në momentet edhe kur ne nuk jemi të gatshëm ose ne nuk dëshirojmë që me ndodhë që ajo. Kështu që për këta persona për shembull është mirë se ardhur do thotë që me eksploru veten e tyre në procese terapeutike, normalisht këto janë procese pak gjata, nuk janë një javë ose dy javë. Ajo është proces sepse aq kohë sa ke kalu ti këto përjetime, normalisht ndoshta aq kohë don edhe pak a shumë që me i trajtu ose me arrit gradualisht që me arrit deri tek ajo pika që ti me rehabilituat anën tonë emocionale në një farë mënyrë që me u ndihma ma rehat edhe me u ndihma okej. Mirë po nëse flasim për prindrit, atëherë për prindrit kish me qenë gjithmonë ajo këshilla ose rekomandimi që me qenë sa më të kujdesshëm për fëmijët e tyre. Normalisht e potencoj gjithmonë sepse është e nevojshëm, ne nuk po kërkojmë prind perfekt, sepse prind perfekt nuk ka. Edhe po nuk deshem na kemi me bë gabime, nëse të kujtohet, ndoshta në atë intervistën tjetër e kam treguar storyen e shkurtër, do thot me atë djalin që do thot pavarësisht se çka bën ti prap në fund diçka ke shkaktu. Mirë po të mundohem sa më shumë me majt ekuilibri, do thot që mos t'i lëm anash ose të mundohem ndoshta edhe me punu me veten, sepse shpeshherë si rezultati i mos punës me veten që ato shpërthimet që i kemi na ato ndikojnë tek fëmia jonë, ndoshta fëmia nuk ka faj kurrë, ato shpërthimet ose si më thon ato vështirësitë ose konfliktet i kam ndoshta me veten ose me dikon tjetër dhe ato të adresohen tek fëmia, kjo kish me qenë shumë e dhëmshme. Kështu që në këtë pjesë të jemi të kujdesshëm, do thotë sepse ne nuk e dimë se çfarë dëmi të madh mundem me bë tek fëmia dhe këta fëmijë pastaj do thotë vetëm se kanë më shku duke trash më shumë këtë pjesën e kësaj plage. Po, derisa po flasim, po kam edhe shumë pyetje të cilat po mundohem që me qenë sa më e qartë dhe me përcjell sa më shumë mesazhe të njerëz, tek kjo frika e braktisjes ju ndodh edhe prindërve me fëmijët e tyre. Për shembull, unë kam dëgjuar shumë prind që thonë inshallah kur të rritet nuk shkon me studiu jashtë, e me jetu jashtë e me na lan. Do me thonë hala pa u rrit mirë fëmia, këta veç që ja ka nis me u friksu fakti që ajo mundet me shku në Evropë ose kudo tjetër me jetu. Shiko, shpeshherë kur flasim për prind, pra ne e marrim një epitet për shkak se kemi sjell një fëmijë ose diçka. Po në vërtet në plot kuptimin e fjalës din pyetja sa jemi prind. Sepse shpeshherë din fëmia mu shndrum në prind dhe prindi në fëmijë. Pra, fëmia fillon me u kujdes për prindin. Dhe jo ajo anasjellta se cila duhet të ishte aty prezent. Dhe kur një prind për shembull bëhet fëmijë i fëmijës së vet,
po them në thonjza, kur fëmia vazhdimisht kujdeset për ta, atëherë normalisht që edhe ky prind ka me pas vështirësi, ka me pas atë ndjenjen e braktisjes, ka me përjetu ato do të thotë momentin që fëmia shkon me studiu, po flas fëmia i rritur, shkon me studiu, ose martohet, ose largohet për shkak të punës, ose diçka, atëherë normalisht që përjetimi ka me qenë shumë i vështirë, sepse ajo ose ai është mësuar që vazhdimisht me pas aty prezencë, me kujdes për to, për gjitha, qoftë në aspektin emocional, qoftë në aspektin kushteve tjera, do thotë kërkesave tjera që mund t'i ketë. Dhe në momentin që ky fëmijë largohet, atëherë normalisht që prindi këto ka me ndi shumë rënd në vetëm. Dhe shpesh bëhemi egoist, sepse mendojmë për veten ata mos më na lënë, po nuk mendojmë për të ardhmen e tyre që ata e menojnë. Ky është një fenomen që ndoshta don shumë vëmendje, sidomos në kulturën tonë, sepse ne duhet të mësohemi se fëmijët tonë e kanë edhe ata jetën e tyre, pavarësisht që na i kemi sjellë në jetë. Pra e kanë jetën e tyre dhe ata duhet zhvillojnë dhe nuk duhet të presim që ata të sakrifikojnë jetën e tyre për neve. Nëse ndjejnë është okej, por jo ti... Shikon, unë dyshoj shumë këto nëse e ndjejnë. Shpeshherë kjo është një imponim. Të paktën nga ato, nga punat që bëj çdo ditë, nga ajo çka kam pa. Pra, shiko, përkushtohesh ti 100% për prindërit edhe për familjarët e tjerë, do thotë ta braktisësh një anë tonën, ta braktisësh një ëndër tonën, ti braktisësh nevojat e tua shpeshherë. Dhe na si qenie njerëzore, për shembull, shumë të pak jemi të vetëdijsuar ose të ndërgjegjësuar deri në atë aspekt sa të mbajmë ekuilibër mes vetes, familjes dhe të tjerëve. Ne shpeshherë i marrim ekstreme. Ose shkojmë all in për kujdesje për familjen ose për prindërit, ose shkojmë all in tek vetja, do thotë gjithmonë polarizohemi në ekstreme. Dhe këto të dyjat janë të pashëndetshme. Mirë po, pak ka njerëz që arrin me bë ekuilibrin. Zakonisht për shembull janë ato maskat ose mënyrat që na performojmë para njerëzve, media ose para mysafirëve ose të tjerëve, mirë po çaj nuk është realiteti. Shpeshherë diçka mbrapa asaj maskës, atij imazhit që na kemi kriju për mu duk sa më të mirë, sa më human, sa më njerëzor, sa më të kujdesshëm, sa më të dashur. Shpeshherë është një vetë e jona që lëngon pas asaj maske dhe vetëm e pret momentin kur duhet me dalë. Imagjino brenda një bisede dhe emision, edhe unë si moderatore, shpesh nga biseda me psikolog, sa reflektoj edhe duke njoh veten nga ato që ka thuar, imagjino si kur tjetë një rutin e ketë atyne që më ndjekin që të kujdesen për shëndetin mendor dhe të bajnë një bisedë si shpo bëjmë ne dy sot bashkë edhe të kujdesen për shëndetin e tyre mendor. Do doja shumë yll të dia kush e ushqen ma shumë ankthin edhe depresionin, braktisja e vetës, apo frika nga braktisja prej të tjerëve? Që të dyjat. Sepse njëna e pason tjetrën. Gjithmonë, shiko, unë pavarësisht për shembull jetën e përditshme qoftë edhe me rastet që punoj, qoftë edhe me shoqërinë kur diskutojmë për këto çështje, them, okay, nëse ne krejt fokusin, energjinë tonë, angazhimin tonë po e shpenzojmë për të tjerët, atëherë ku po mbesim na? Pra gjithmonë ajo ma e rëndësishme është vetja. Pse? Sepse ti, i cili po don me ju shërby të tjerëve, nevojitet që me qenë maj energjizuar, me pas energji, me i pas bateritë tua të mbushura. Mirë po nëse ty të shtërohen ato bateria, atëherë përkon. Kështu që mendoj që ne duhet kujdesemi për veten, pra duhet ta kemi parasysh kujdesin për veten, sepse ajo na ndihmon edhe për imazhin për veten, na ndihmon me pas edhe vlerësim për veten, po edhe vetbesim. Pra shpeshherë të dikush vetë imazhi se si duket e ngrit ose ul vetbesimin te personi. E lema për shembull punët ose angazhime tjera që mundem me i bë. Kështu që është me rëndësi kujdesi për veten, po dhe shëndeti jon. Për shembull, jo vetëm shëndeti mendor dhe emocional, psikoemocional, po dhe shëndeti fizik. Për shembull, nëse ne jemi të pakujdesshëm në ushqyeshmërinë, që ushqehemi, atëherë normalisht që kjo ka me pasu me vështirësi ose smundje që kemi me i përjetu masanej. Kështu që kujdesi për veten është shumë i rëndësishëm. Pastaj, kujdesi për të tjerë do thotë duhet ta dimë që ne nuk mundemi me ju pëlqy gjithëve. Nuk mundemi me i kënaq të gjithë. Pra gjithmonë ka me pas njerëz të cilët nuk kanë me na dashur, ka me pas gjithmonë persona të cilët nuk kanë me na pranu. Dhe ideja është të arrijmë të, si më thonë, të rehabilitojmë këtë pjesën që jam okej me këto, për shembull, mos me qenë
gjithmonë i preferuar, i gjithmonë i zgjedhur, i gjithmonë i pari, jo. Me u mësu ndoshta edhe me atë aspektin që është okej, dikuj nuk i pëlqen ti edhe je dakord. Sepse vetë fakti ajo nevoja e lartë do thotë për tu pranu ti bën shumë. Ti bën shumë. Edhe i ullë standartet e tua. Dhe ti kur i ullë standartet e tua, atë normalisht asë të tjerët nuk të vlerësojnë. Po, shumë e vërtet. Edhe unë gjithmonë e thamë, nuk e kom zbulu, kështu në i farë shkence, po thamë, po nëse unë se vlerësoj vetëm, pse duna me prit tjerët me vlerësu mu, do me thonë, duhet unë vetën me qitë në pjedestal që tjerët me vlerësu, kjo duhet me ndodhë të krejt. Sigurisht sepse vetë vlerësimi lunë rëllë shumë në vetë besim. Dhe aj vetë besimi që na e kemi, pra po flasë për atë vetëbesimin e shëndetshëm, jo atë vetëbesimin toksik që njerë është shumë i lartë dhe një moment caktuar bjen shumë poshtë. Kjo është diçka tjetër. Por atë vetëbesimin e shëndetshëm është diçka që reflekton në atë aurën tonë që thonë, në atë energjinë tonë që njerëzit e shohin, e vrejnë, e nuhasin atë vetëbesim që na e kemi. Dhe nëse na nuk e kemi, dhe po e kërkojmë, ata kanë më u largu për neve, në mënyrë automatike, sepse ti je të dhonë energji toksike, je të dhonë energji jo të mirë. Dhe njerëzit kanë frikë për kësaj se që ka me ndodhë. Nëse unë e të lejoj me u afru të konë, pra që ka me ndodhë me mu, nështë ta ki mu bo barë jame, ose diçka t'ilë. Pra prandaj prirën edhe shumë edhe me i refuzu këta persona në jetën e përditshme që zakonisht i ulin standartet e veta, ose nuk kanë shumë vetë besim me vetën. Po, kjo tema e origjinës plagës së braktisjes është e gjanë edhe ka pikat shumëta të cilat na u mundum disa me i përmend, po du me ndalë edhe të një pikë që para disa ditëve me një me keshti me avokate e përmend edhe më lash shumë përshtypje dhe patjetër më duhet me marrë mendimin tonë, tha që shumica prej divorceve ndodhin nga frika, tha vinë për shembull gra ose burra dhe thonë po më tradhton partneri. A ki fakti jo s'kam, po unë po menoj që po më tradhton. Dhe me thonë e kanë të instalune gjelozin, friken, se pe tradhton, pe braktis, pe len, po ik, po ndahet, edhe kjo tha është arsyeja e këtë diskutimeve që vinë deri te divorci. Edhe mu më la shumë përshtypje, sepse nëse në një vendim ka rëndësishëm të jetës, familjar, e marri me një frikë të patrajtune, atëherë është shumë serioze problemi. Jo, në esencë të këta personat të tillë, për shembull, nëse s'ka fakte, nëse s'ka kurrë, atëherë gjithmonë në esencë është kjo frika nga braktisja. Po, pikërisht prandaj edhe pyeta. Dyshime, pse sepse ka pasiguri. Gjithmonë aty ku ka pasiguri ka edhe dyshime shumë të mëdha. Aty ku ka siguri nuk ka dyshime. Kështu që domethënë pasiguritë nxisin këtë frikën e braktisjes dhe normalisht që tash mendimet veç fillojnë me marr materiale, po pastaj për shembull shpeshherë këto pasiguri tona shpeshherë i ushqejnë ndoshta edhe gjërat me të cilët na ushqehemi çdo ditë. Pra ushqehemi virtualisht, për shembull, shohim video të ndryshme, për shembull, sot ti nëse hyn në TikTok dhe thot, ja shiko thot, shenjat se partneri yt po tradhton ose ky dhe ti fillon me u fiksu me ato, do thot edhe mjaftojnë edhe pasiguritë tua, ndoshta mjafton edhe ndonjë përvojë më hershme edhe skenari u bë, do thot, dhe aty dyshimi vetëm është 100% dhe fillon me besu në atë dyshim. Diçka tjetër është për shembull nëse partneri vetëm ka tregua si flamuj të kuq ose red flags, ato që në fillim do thotë po, dhe ti përkundër atyre i ke ignoru dhe e ke pranu dhe më vonë do thotë fillon çështja me ardh prapë me bërë renditë dhe aty tash është diçka tjetër, do thotë për me dyshu ose për me pas ankesa. Mirë po nëse me të vërtetë është gjithçka okej me partnerin, nuk ka dyshime, nuk ka diçka të tillë, atëherë shpeshherë kjo është një punë që duhet na me bë me veten tonë, me pasë çka është brenda nesh ose cilat janë përvojat tona ose çka ka ndodhur ndoshta me ne në fëmijërinë tonë ose qoftë edhe me braktisin ose qoftë me këto pasiguri tona që ndoshta duhet me i trajtu në mënyrë që mos me i bë dëm edhe partnerit ose dikujt tjetër. Po. Jemi në minutat e fundit të bisedës edhe patjetër që më duhet me deviju pak temën, po nuk po largohemi shumë, po mbesim prapë te disa lloje të traumave. Unë e di që si pjesë e shoqërisë kosovare, as unë as te, as kush për neve nuk mund të ikim asaj që ka ndodhur çdo ditë në rrjetet tona sociale, në mediat tona, dhe çdo ditë lajmet e njëjta, edhe para pak ditëve ka qenë një shpërthim emocional e disa personave publik në një prej formateve reality show si që është Big Brother. Ajo që më ka bërë shumë përshtypje është e ana psikologjike dhe emocionale e këtyne personaliteteve që me një histori të treguar nga një personazh
që e pat një histori shumë të dhimbshme, shpërthyen se cilin e verzionin e vet, dikush që e ka humbë babën, dikush që e lobojke për mos me u divorcu prind, dikush që lobojke për mos ndarë, do me thonë, pas shpërthime, vaj të shumë, edhe të qara, të cilat kenë ndoshta edhe të agravuara, por që kenë të pa pritura edhe disa për tyre edhe të pa lidhura me rrëfimin që u bë. Pse ndodhin këto shpërthime në jetën tonë? Shiko, na edhe paraprakisht i përmenëm paka shumë, do thotë, shpesher që ato ndrydhjet tona që na i përjetojmë, për shkak që mu dop sa më të fortë. Por na nuk kemi nevojë një jetë gjithmonë me qenë të fortë. Na duhet me pranu që jemi edhe qenje të dobta, dhe me thonë okej, është me konë edhe i dob. Është okej me konë edhe emocional, edhe i ndishëm edhe të gjitha. Pra derisa na nuk i pranojmë këto emocione, ato normalisht që kanë me kriju një akumulim brenda nesh dhe kanë me prit një moment të caktuar me u shpërthy. Dhe shpërthimet vinë për shkak se e ndëgjojmë një ngjarje, një situatë ose diçka të tillë dhe na e kemi, si më thonë, të gatshme aty vetëm duke dashur me dalë. Pra, ideja është të punojmë me gjendjet tona emocionale, qoftë me humbjet që kemi pas, qoftë me situatat që kemi përjetuar në jetën tonë, mos t'i shohim, mos t'i nënçmojmë thjesht që ato edhe t'i marrim si të mirëqenia si diçka që kanë kaluar. Jo, nuk kanë kaluar. Çdo përjetim i joni që kemi pas në jetën tonë ruhet tek ne. Dhe predispozita është shumë e lartë që her pas here ato me ardhë edhe më bo prezente në jetën tonë. Kështu që kjo është një prej atyre që ne duhet t'i kushtojmë rëndësi ose vëmendje, pra mos i neglizhojmë dhe t'i trajtojmë gjendjet tona emocionale ose humbjet që kemi pas në jetën tonë. Tjetër, për shembull, një mesazh tjetër që u përmend, për shembull, thirrja që mos mundon për hir të fëmijëve, për shembull. Për hir të fëmijëve. Shiko, ne i kuptojmë situatat emocionale, por jeta nuk është krejt emocione. Ka njerë duhet ta shohim realitetin. Shiko, sot na kemi edhe situata tjera anën e kundër të thotë ku po ndodhin për shembull vrasje, dhunë në familje, si rezultat ndoshta edhe i mosndarjes. Pra, kjo nuk është një thirrje direkte që po ndanu, jo, por kërkoni mekanizmat e mirëfill, do thotë qoftë tek psikolog, qoftë tek mjek, qoftë tek punëtor social, qoftë të avokatët, gjitha format kushterojnë dhe e shohin që një çift nuk po munden me bate, shpesher ndoshta edhe ndamja është një zgjidhje shumë më e mirë se sa me qëndru bashkë. Sepse për fëmijën nuk është traumatike vetëm ndarja. Është edhe qëndrimi i një partneriteti ose dy prindër që janë shumë toksik me njëri tjetrin, do thotë shumë më traumatike shpesher është për fëmijën vetë prezenca e tyre se sa ndoshta edhe ndarja. Kështu që duhet ta shohim pak më gjerë këtë situatë dhe jo të ndikojmë emocionalisht dhe të ndrydhemi, sepse kjo tani po ketë pasoja shumë më të rënda. Te kjo pjesë yll që i përmende e kisha shtu patjetër që te çdo divorc fillimisht, shumë mirë që i përmende të gjitha llojet e përpjekjeve, edhe emocionale, edhe psikologjike, edhe ligjore për mes me u nda, por gjithmonë unë kisha lobu që ndarja të jetë e qetë dhe shnetshme, sepse boll që është traumë për fëmijët ndarja, po të paktën një ndarje pa polemika, pa xhelozi, pa inate, pa i përdor fëmijët si pjesë herun herti, kjo do të ishte më e dëmshme, dhe kjo është më e dëmshme, se çdo ditë më shumë shoqëni po shtohen divorce jo të shnetshme. Sepse për divorcin jam këtë në rregull. As nuk është që i stimuloj me u divorcu njerëz, po i mbështes krejt ata që për arsye të ndryshme nuk ndihen komod në një martesë. Por jo divorce me inate, me strese, duke i përdorur fëmijët që unë shoh edhe në shkollat ku i kanë fëmijët, ka fëmijë të cilët janë të pabalancuar emocionalisht për shkak të përdoren herë prej nanës, herë prej babës, në festa, në ditë pushime, në të tjera raste. Dhe kjo është më e dhëmshme. Ne, sigurisht. Prandaj edhe këto situata duhet t'i shohim pak më gjërësisht dhe jo t'i kapim vetëm janë shumë, sepse për dikën munden me qenë ndoshta shumë të mira, thirrje të mira, mirë po për dikën jo. Se cilin në lëkurën e vetë. Patjetër. Unë shumë kam kënaqësi sa kam studio dhe munona me shfrytëzu çdo sekondë me nxjerrë më të mirën që me ju shërbyer qytetarëve dhe publikut, sepse mendoj që ju bani një kontribut madh edhe përmes rrjeteve tuaja sociale, por edhe përmes intervistave. Faleminderit shumë. Faleminderit gjithashtu, është kënaqësia ime gjithmonë. Dashur miq, një bisedë më shumë si seancë psikologjike se sa formale, e cila patjetër që ju kisha rekomanduar dhe këtë juve që nuk e keni nxënë prej fillimit,
me gjetë në rrjetet tona sociale, në YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, ku do i publikojmë, dhe një intervistë e cila flet shumë për ta njohur veten tonë. Shpesh në situatat të ndryshme gjejmë veten duke i këshilluar të tjerët, kur përballemi vetë me të njëjtën situatë, sikur e humbim balancin dhe nuk dim ta menaxhojmë as ta këshillojmë veten. E kjo ndodh pikërisht te ajo kur nuk marrim trajtimin e dur tek profesionistët shëndetësor. Fatmirësisht kemi kuadër të mirë profesional të psikologëve dhe të psikiatrëve të cilët veprojnë në Kosovë në institucione qofshin publike, qofshin private, njerëz të cilët kanë kontribuar dhe kanë studiuar gjatë për të shërbyer për shtetarët tonë, dhe është gjëna ti mos t'i përdorim si kapital i shoqënisë në mënyrë që shoqënia jonë të jetë sa më e shnosh. Do të kalojmë në diçka krejt tjetër, dashur miq. Do të flasim për një festival i cili ka një mision shumë të shejtë, të festojmë dhe të njohim gjashmëritë tona. Një festival që organizohet nga zëri i romëve, egjiptianëve dhe ashkalive, në mënyrë që të rritet sa më shumë komunitete dhe të bashkëveprojmë komunitetet në mes vete. Pas pak do ta kemi Njomzen nga Voraja.